Kush ka hedhur ke inceneratorët, mor ju hedh çat të tërve në incenerator se më çmendet. Ore nuk janë. Të ta hedhësh edhe në incinerator. Po nuk janë më para të harxuara. Ajo që shqiptarët panë me zë dhe figurë në studion e Ylli Rakipit ditën e hënë në mbrëmje ishte skena klasike që paraqet fundin e pashmangshëm të autokratëve dhe diktatorëve. Një berat i çfrazuar që në 99% të kohës televizive bëri megalomanin e shkëputur nga realiteti. Foli për shqiptarët krenar në vend që të fliste për emigrantët që braktisin me dhimbje vendin. Foli për pensionist me pensione mesatare 400 dhe 500 euro në vend që të fliste për hallexhint që nuk blen dot as ilaçet. Foli për spitale dhe shkolla europiane në vend që të fliste për kalamajt që dolën të fundit në testin e Pizës e të tjerë e të tjerë. Në 10 minutën e fundit të emisionit lëshoi dhe deklaratën që me siguri do të mbahet më ngjatë. Unë jam këtu për të bërë historinë. Edhe paraardhësi dhe bamirë si vet politik, po kaq megaloman edhe i papërgjeshëm Fatos Nano nuk guxoi deri në këtë pikë. Ajo mjaftua që historia të vinte nga pas ndërsa Borati si kundër Skënderbeu, Napoleoni, Cezari e të tjerë e të bën historinë. E kanë deltëruar me 10 herë. Është e sigurt që ti do të hysh në historinë e Shqipërisë, por mos ki asnjë merak për këtë. Do të hysh në histori si hajdut, si grabitës e ortak narkotrafikantësh, si shëbëtor kriminalësh dhe si kone e oligarkëve. Historia gjithmonë përsëritet 2 herë, të parën si tragjedi dhe të dytën si komedi. Babai yt shpirtërore veri, vrau, burgosi, persekutoi dhe shkatroi shqiptarët për 40 vite. Ai hyri në histori si figura më e rryer në memorien e kombit. Ti atë vend nuk ka arrin dot. Ti pas 12 vitesh tragjedi komi, në krye të shqiptarëve do të largohesh për të përfunduar jo në librat e historisë, por në qelit ku të presin Lali yt hajdut, Ilir Beqa joti koncesioneve dhe anëtar të tjerë të bandës tënde. Ik Borat, aty ku e ke vendin në koshin e plerave të historisë. Shkruar nga Erion Dasho.